Kodet e fshehta të popullit Maja. Pse nuk flitet më për popullin Maja? Ju, çfarë mendimi keni për kalendarin e famshëm Maja? Disa studiues pretendoni se më 12/12/2012 do të përfundonte epoka e njerëzimit dhe një pjesë e madhe e njerëzve e keq interpretuan, duke shtuar se viti 2012 do të ishte fundi i botës. Megjithatë, ju, çfarë mendoni? A kishte të drejtë civilizimi Maja apo jo? Okej, le ta diskutojmë. Kalendari Maja është shumë i vjetër, i krijuar në vitin 3114 para erës sonë, pra rreth 5000 vite më parë nga populli Maja, një civilizim që shtrihej nga Guatemala deri në Meksik. Por aty nga shekulli i 8 psuan një kolaps dhe dal nga dal civilizimi i tyre ra dhe me kalimin e viteve u thërmua. Por dituria e tyre mbeti, e skalitur në gur dhe më vonë edhe në për libra. Kur në shekullin e 15 shkuan konkuistadores, shkatëruan çdo gjë dhe plaçkitën gjithçka. Madje një misionar peshkop me emrin Diego de la Landa dogji gjithçka, shkatërroi çdo fakt që i dilte përpara. Bile vriste këdo. Pra ai kishte urdhër që të mos linte asnjë gjurmë të civilizimeve të mëparshme. Dhe pyetja është pse? Njësoj pra siç bëri edhe perandoria bizante, të dërguarit e Vatikanit për të djegur dhe shkatëruar gjithçka. Pra prova të civilizimeve të mëparshme, që nga tokat ilire deri në Mesopotami. Populli Maja kishte gjëra mjaft të rëndësishme që rezultuan thelbësore në zhvillimin e njerëzimit, por çdo gjë u dogj dhe u shkatërrua. Shumë pak gjëra të tyre mbetën, mes këtyre kalendari i famshëm dhe 3 kode të fshehta: kodi i Madridit, kodi i Dresdës në Gjermani dhe kodi i Francës, që në sintez janë libra, por të shkruara në pëlhur dhe të mbrojtura me lëvore pemësh. Kalendarin Maja askush nuk e kishte kuptuar më parë. Vetëm në vitin 1953, një studiues sovjetik me emrin Yuri Koronozov zbuloi sekrete kaq të mëdha saqë më vonë vetë shteti sovjetik e ndihmoi që të themelonte një katedër për studimin e kalendarit dhe civilizimit Maja. Por jo vetëm Yuri, sepse më vonë edhe të tjerë studiues me kalimin e viteve kuptuan se në këtë kalendar kishte diçka misterioze. Kjo që shihni këtu është koha, se si e perceptonte dhe si e maste populli Maja, por jo vetëm koha e botës, madje edhe e tërë kozmologjisë, pra të galaktikës dhe të universit. Duhet të dini se ky kalendar është tepër kompleks. Ne kemi zbuluar vetëm pak prej këtij kalendari. Sipas popullit Maja, ne jetojmë me cikle dhe ky kalendar është i ndërtuar me 5 cikle, pra 5 epoka, nga 5025 vjet, të quajtura epokat e mëdha të planetit Tokë. Epoka e parë sipas tyre kishte përfunduar me flak, epoka e dytë me erë, epoka e tretë me akull dhe epoka e katër me ujë. Dhe vetëm në shekullin e 20 ne zbuluam se këto evenimente kanë ndodhur me të vërtet në këtë planet. Dhe epoka e 5 që po përshkruajmë është tani, por pas vitit 2030 do të duken ndryshime të mëdha, sepse lëvizjet e planeteve, galaktikës dhe fushës magnetike për të stabilizuar u nevojitet kohë. Pra, në sintez, civilizimi Maja nuk kishte gabuar asgjë, por jemi ne që nuk kishim kuptuar. Në fakt, sipas ekspertëve, pas vitit 2030 do të ketë ndryshime kaq të mëdha, saqë do të na zhytej në një epokë të mendjes së ndritur, të super zhvilluar dhe të një teknologjie të pashoq. Ju, çfarë mendimi keni për këto të dhëna? Pres dhe ndajeni. Do t'ju lutesha, kush nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos dhe lini komentin tuaj. Ju faleminderit për mbështetjen.